Vllaznia ka bërë lëvizjen e parë të rëndësishme për sezonin e ri, duke afruar një nga futbollistët që ka spikatur më shumë në sezonin e fundit në Superiore. Klubi Kuqeblu ka gjetur akordin me mesfushojën e krahut të djathtë Arsit Kruja, i cili ka dhënë lam të mirën Teutës për t'u kthyer përsëri si pjesë e klubit, nga radhët e të cilit ka dalë. Nga sa bëhet e ditur, kontrata me Krujën, e cila do të jetë 1 vjeçare, pritet të firmoset së shpejti. Ndërkohë, kjo do të jetë firma e parë në merkato për vllaznin, por nga mësohet drejtuesit Kuqeblu pritet të zyrtarizojnë të tjera në vijim. Drejtuesit e vllaznisë duket se do të kërkojnë të afrojnë emrat më të mirë që do të kenë mundësi nga kjo merkato, por gjithsesi këtë do ta vërtetoj koha. Ajo që ka rëndësi është se presidenti Alban Xhaferi së bashku me pjesën tjetër të drejtuesve po bëjnë maksimumin për të përforcuar skuadrën. Ndërkohë tek vllaznia nuk po mendohet vetëm për largimet apo rinovimet, por edhe për afrimet e reja. Nga sa mësohet nga burimet të Star Plus, një emër i përfolur tashmë për mbrojtjen është Artan Yazgji. Mbrojtësi Dursak, që aktivizohet te skuadra e Teutës, është një opsion për prapavijën Kuqeblu. Tek ekipi Dursak, 23 vjeçari ka qenë një titullar fiks dhe ai është një futbollist që pëlqej shumë nga Edi Martini. Kjo pasi trajneri Shkodran bazohet tek eksperienca pozitive që ka pasur me shtatlartin në kohën kur të dy ishin së bashku tek Teuta. Mbrojtësi Dursak është pjesë e Teutës për 4 sezonesh, por për momentin, për ardhin e tij tek vllaznia, pengesë është kontrata që e lidh me klubin Dursak. Drejtuesit e Teutës e shohin Yazgjin si një nga futbollistët me vlerë dhe të paktën për momentin klubi nuk ka dëshirë që të largojë ose të humbasë shërbimet e tij pa përfituar diçka, duke qenë se kontrata e tij është deri në janar. Në fakt, për momentin, ardhja e tij tek vllaznia duket mjaft e vështirë për shkak të kontratës që ka me Teutën, paçka se trajneri Martini ka insistuar ta ketë tek vllaznia. Yazgji është një futbollist që luan në rolin e qendërmbrojtësit. Ai është një lojtar që është rritur tek Teuta, teksa po ashtu ka qenë pjesë e akademive të tjera në Durrës. Ditët në vazhdim do të jenë vendimtare për merkaton e vllaznisë. Kuqeblu duket se kanë seriozisht në merkaton e kësaj vere, teksa Shkodranët duan të ndërtojnë një ekip të fortë për edicionin e ardhshëm, për të konkuruar me emra si Egnatia dhe Dinamo, që po shpenzojnë shifra të konsiderueshme për të afruar futbollist cilësor.